Një mbrëmje e mbushur me emocione, elegancë artistike dhe interpretim të nivelit të lartë në Pallatin e Kulturës u hap zyrtarisht edicioni i 6 i Struga Fest. Festival që tashmë është ndruar në një nga ngjarjet më të rëndësishme kulturore të qytetit. Nisi në rrugtimin e këtij viti me koncert që rëmbeu duartrokitjet e publikut dhe krijoi një atmosferë të veçantë. Deri të veçantë për të hapur këtë festival pati Okteti Drita, i cili në ndërtimin artistik të profesorit Zulkifli Ziba solli një program të pasur me këngë të përzgjedhura nga muzika shqiptare. Harmonia vokale, interpretimi përkryer dhe emocionet që përcjellin në skenë e bën akoma më të veçantë fillimin e këtij festivali. Struga e poezisë, e këngës, traditës dhe e valëve të kaltra të Brinit të Zi. Mirë se vini në koncertin tonë të përbashkët. Mirë se vini në edicionin e 6 të festivalit madhështor Struga Fest, në luftiqen e fitore i Strefi Alushit. Unë jam Fjoma Hajdari dhe kam nderin e veçantë t'i shoqëroj për gjatë këtij rrugtimi magjik dhe artistik. Ky edicion, tashmë tradicional, shënon 6 vite të një rrugtimi plot dignitet, për mbrojtjen dhe lartësimin e vlerave tona kombëtare. Ky festival do të ishte i mundur pa mbështetjen e vazhdueshme të Ministrisë së Kulturës dhe të Komunës së Strugës, që besojnë dhe investojnë gjithmonë tek arti i vërtetë. Zonja dhe zotërit, mbrëmja e sotme sjell një gërshetim të mrekullueshëm mes vlerave dhe trashëgimisë sonë. Në këtë skenë do të kemi nderin të ndikim performancat e shkëlqyera të ansamblit Drita, që me lojën dhe gjërat e tyre gjithmonë na bëjnë krenar. Ansambli Drita funksionon në udhëheqjen e palodhur dhe plot profesionalizëm të profesorit të nderuar Zulkifli Ziba. Përpara se t'ia lëm këngën skenës, le të fillojmë programin ku muzika plotëson poezinë dhe poezia i jep shpirt muzikës. Mirëprisni me duartrokitje Oktetin Drita.
do jem larguar në tokë i tretur si të tjerët. Në kafenen e preferuar nuk do më shohin kamarierët. Dhe në përullat ku kam ecur, s'do ndihet kolla ime e thatë. Mi varin tim do të rrit heshtur, i qiparis si murg i ngratë. Ti do të rishtohesh atëherë, se s'do më kesh në dhomë gjallë. Dhe kur në gjam të fryer, do qash me erën dal nga dal. Po kur t'jesh mërzitur shumë, në raft të librave kërkon, atje do t'jemi fshehur unë, të në një bark, ando një shkron. Mjafton që librin pak ta heqësh, dhe unë do zbres, do vi pas teje. Ti si dikur me malë dë qeshësh, si një blerim pas një rëkeje. Interpretimi i oktetit Drita u prit mjaft mirë nga publiku, i cili shoqëroi në çdo këngë me duar trokitje të gjata. Repertuari i zgjedhur solli në skenë vlerat të mirëfillta të muzikës shqiptare, ndërsa profesionalizmi i artistëve dëshmoi edhe një herë nivelin e lartë të këtij formacioni vokal. Mbrëmja e parë e Strugafestit nuk ishte vetëm një koncert, por edhe një dëshmi se kultura dhe arti vazhdon të bashkojë publikun dhe të promovojë identitetin artistik të qytetit. Kam zgjedhur poezinë Çdo të thotë nëna nga Dritëro Angolli. Çdo të thotë nëna pall, të duash me zemër dhe jo me fjalë. Çdo të thotë nëna të jesh, në mbrëmje e fundit të biesh të flesh. Çdo të thotë nëna të quhesh, as një lodhje të mos i druhesh. Çdo të thotë nëna të thërasin, lumturin e botës ndërduar ta zjasin. Faleminderit.
i ansamblit Drita ishte një mrekulli, ishte një risi, ishte një prurje e vërtet artistike, shumë e freskët, e konceptuar mjaft bukur me ato ndërhyrjet, recitimet, ndërprerjet e vogla kohë pas kohe. Antarëve të ansamblit i uroj shëndet dhe sukses në punën e matutjeshme, se Strugës me tërtet i mungon aktivitete të këtilla kulturore, artistike, po besoj në udhëheqjen e fitores do të shohim edhe shumë aktivitete të tjera të kësaj natyre. Ju falenderit. Faleminderit edhe juve. Sot ishim në edicionin e 6 të Struga Fest dhe ishte vërtet një emocion i papar, duke ndjekur Okteti Drita, dhe vërtet mbetën pa fjalë dhe ishte shumë i veçantë për nga mesazhet të cilën e dhanë dhe muzika klasike, apo si themi, ndryshe që e ndoqëm. Shpresojmë të ketë më shumë të këtij niveli dhe të tilla, dhe dash Zotin inshallah Allahu xhallahu na mundson që neve të jemi pjesë e çdo njërit për këtyre edicioneve të ardhshme. Faleminderit shumë që ishte prezent. Faleminderit edhe juve. Na thoni për jetimet tuaja emocionale në këtë koncert. E prisni gjithë të publik nga struganët? Po, kishim një parandjesë të timi prezent, me qenë se kemi dalë një 4 herë tjera, edhe publiku na ka prit mirë, edhe kjo na ka dhënë motiv që ne punën mos tonë mos ndalojmë, po vazhdojmë të tjerë. Ju falenderoj publikut, na mirë priti mirë, mendoj se dulën bukur. Ishit shumë mirë, jo bukur, ishit shkëlqyshëm. Do të mund përpiqemi të bëjmë akoma më mirë, mundemi akoma të hapim më tepër, po tash për tash, sigur kushtet e punës ku i bëjmë provat, i kemi pak ashtu, na kemi nevojë për ndihmë akoma. Të cilët kanë dëshirë mirë shumë të vetë. Besoj që së shpejti bëjmë edhe hapat e ardhshme dhe të fillojmë të bëjmë atë regjistrimin, të kemi edhe oficialisht të regjistrojmë edhe të registrojmë. Ne kur e fillim, thamë ishte një rast, me rastin përvetorit të vdekjes të profesor Alizajt, edhe fillum atë për një muj të shohim si të reagon publiku, edhe thamë vetëm për këtë. Mi për këtë pamë se na priti publiku mirë, dhe entuziazmi i gjithë neve, si pensionerë, tash i gjithë, thamë të vazhdojmë, edhe vazhdojmë, por kemi qenë si ekip, kemi qenë serios, kemi përkushtuar me përkushtim, duke falenderuar profesor Zilçifizivës, i cili na bëri këngëtar. Na bëri falenderës. Falenderës. Na thoni për jetimet tuaja në lidhje me këtë koncert. Në këtë koncert për jetime shumë të bukura, për jetim shumë i veçantë, më vjen mirë që në fakt në qytetin tonë po fillojnë të aktivizohen e të realizojnë përsëri këto shoqëni që më herë ndoshta para 20 vjetëve kanë qenë shumë, e sot po thuajse si kemi fare, edhe më vjen mirë që sot shoqëria Drita na dha një koncert të bukur. Jam shumë i gëzuar. Faleminderit juve. Është kënaqësi kur e program në Strugë, sepse Struga e ka merituar jo sot, po me kohë ka qenë i artit dhe vazhdon të jetë i artit. Ata si që. Sa i përket pritshmërisë. Unë me këtë moshën e tretë, s'kisha dashur të them mosha e vjetër, por mosha e tretë i kam prit disa, sepse kam punu dikur ma herët në shoqëri, por me këtë pritshmërinë e struganëve dhe me këtë interpretim të këtyre interpretuesve, deri diku e kisha prit, po jo ka shumë. Por me gjitha faleminderit organizatorëve, të cilët e mundëson këtë program të japin para struganëve, sidomos fitores, por edhe kamermanit Zotit Andi, ju them faleminderit gjithmonë që qenë pranë nesh, dhe ende vazhdoni, jeni të palotshëm. Vetëm vazhdoni këtë. Neve ju urojmë shumë suksese dhe Struga Festi besoj që ka nderin edhe privilegjin që t'ju ketë juve në hapjen e këtij manifestimi. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Faleminderit. Si unë ndjetë sonte që po të hapjen e Struga Festi? Unë ndihem shumë e privilegjuar që do me thënë jam pjesë e festivalit si prezentuese e edicionit të parë të festivalit Struga Fest, edhe një falenderim shumë të përzemërt për ju si organizator edhe për të gjithë stafin e Struga Festit. Kishit emocione? Në fillim kisha pak emocione, por pastaj u familiarizova shumë me Strugën, se të gjithë ne në Strugë njihemi, edhe kalova shumë mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Faleminderit. Na
thoni si u ndje sonte? Kishit përgjigjur një poezi shumë e bukur. Cila është arsyeja që zgjodhet atë poezi për të recituar? Në fillim faleminderit shumë për komplimentin dhe desha të them që gjithçka më erdhi natyrshëm dhe gjithashtu pasi mora vesh që Struga Fest do të organizohet sonte dhe do të ketë një oktat, mendova që do të ishte shumë bukur që ta zgjidh një poezi e cila është edhe si këngë. Ndihesha shumë mirë dhe një falënderim i veçantë ju shkon ju që më thirrët. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ishte mrekullueshme. Faleminderit shumë. Me një hapje të tillë, Struga Fest ka vendosur standardet e larta edhe për edicionin e 6. Organizatori fitori Strefi Alushi ka paralajmëruar një program të pasur artistik kulturor gjatë ditëve në vijim, duke shndruar Strugën në një qendër të rëndësishme të kulturës gjatë kësaj vene. Struga, qyteti i Leçenit, po dëshmon edhe një herë se në një skenë të gjallë të artit dhe kulturës do të lënë gjurmë artistë të veçantë në lidhje me Struga Festin. Koncerti Okteti Drita do të mbetet gjatë në kujdesin e publikut strugan, si një mbrëmje që hapi me dignitet së pari festivalin që premton emocione dhe vlera kulturore. Struga Fest do të vazhdojë që nga data 14 korrik deri në 20 korrik.